Kandidati i Partisë Socialiste për kryetar të Bashkisë SMAT Altin Bojni ka vijuar turin e takimeve elektorale në kuadër të zgjedhjeve të 9 nëntorit. Bojni u ndal me banorët e lagjës së SMT-s ku kërkoi votbesim të dielën që, siç tha ai, projekte të mëdha të nisura në Bashkinë MAT të vijojnë e projekte të reja të vijnë në zbatim. Kandidati Bojni deklaroi se do të jetë zëri të gjithë qytetarëve pa ndasi politike. Nga ana e tij, deputeti Agron Malaj tha se Mati nuk ka kohë për eksperimente, por që të vazhdoj zhvillimin me projekte të mëdha në fusha të ndryshme. Në Bashkinë MAT, edhe sot ku jemi këtu, shihet ndryshimi, jo vetëm këtu, po kudo. Në infrastrukturë, në pallate, në trotuare dhe kudo. Por punët nuk mbarojnë këtu. Punët duhet i vazhdojmë me këtë lloj ritmi, edhe vijimi i punëve të mira duhet të ecim vetëm përpara. Ne nuk kemi ardhur për më dhënë premtime poshtë. Ne sot vim me punë të mira, edhe duhet të vazhdojmë në këtë rrugë. Bashkia MAT edhe gjithë njësitë administrative të Bashkisë SMAT meritojnë zhvillim ekonomik, zhvillim në rrugë, zhvillim kudo. Kërkoj një mbështetje pa ndashësi politike. Kështu që me datën 9 nëntor ju ftoj të ecim përpara bashkë, me besim, me punë, që ardhmja jonë të jetë sa më e mirë. Ne sot kërkojmë mbështetjen e gjithë secilit për datën 9 nëntor, që është një ditë shumë e rëndësishme për Matin dhe Matianët, ku do të vendoset pjesa e administrimit bashkisë, ku kemi dy kahe politike, ne që kemi një kandidaturë që vjen nga pushteti lokal, që e njeh mirë pushtetin lokal, që i ka kaluar të gjitha etapat e administrimit në shumë institucione të Matit, ku është pjesë e shumicës planifikimeve, miratimeve, të gjithë këtyre investimeve që ne kemi bërë Bashkinë e Matit, sidomos në 2 vjet e fundit, me një kandidaturë tjetër nga ana tjetër që është një eksperiment. Eksperiment i çuditshëm që jo vetëm nuk përfaqësoi parti politike, por nuk dihet ç'përfaqëson. Se të kesh një kandidaturë që i thuhet ti do jesh i pavarur, po të vitë të shtesim ne, kësaj nuk i dihet se çfarë lloj skeme është dhe ne për herë të parë e dëgjoj. Unë mendoj që Mati dhe Matianët nuk janë për eksperimente. Unë mendoj që ne duhet i çojmë përpara këto punë të mira të mëdha që ne kemi nisë këto 6 vite në Bashkinë e Matit. Unë mendoj që duhet ta mbështesim fort Altin Bojnin, sepse kemi disa arsye për ta mbështetur. E para që e njeh mirë pjesën e pushtetit lokal dhe e ka me vetë. E dyta është i menaxheri mirë, sepse e ka treguar si drejtori burgut, i postës, drejtori shtetit publik. Më pas takimi elektoral i kandidatit Altin Bojni u zhvendos me banorët e bllokut të banimit nr. 1 të lagjës Partizani. Gjatë fjalës së tij, Bojni deklaroi se do të vijojë projekti për veshjen me sistemin kapot të pallateve, si dhe do të krijohen më shumë hapësira shlodhëse e të gjelbra. Ne duhet vazhdojmë në këtë vijim punësh me të njëjtën ritëm, me të njëjtën energji që fasadat e qytetit të jenë të përfunduara, infrastruktura të vazhdojë, kopshtet, sherdhe, trotuarit, gjelbrim, pastrim dhe kudo në përbllogje pallatesh dhe kudo. Ne jemi energjia e kësaj pune, ne duhet ta vazhdojmë me besim edhe me përgjegjësi këtë punë. Unë kërkoj sot vota edhe mbështetje nga çdo kap partie, qoftë i majt apo i djathtë. S'kemi kohë për të prishur, por kemi kohë të ndërtojmë më shumë, të bëjmë më shumë për fëmijët tanë, për familjen tonë edhe për qytetin tonë. Kështu që ju ftoj gjithë secilit që të ecim në këtë zhvillim që është për Bashkinë MAT me këtë lloj ritmi, se bashkia jonë sot është bashkia me performancën më të mirë dhe ne nuk meritojmë të ecim brapa. Kandidati i majt Altin Bojni zhvilloi takimin përmbyllës edhe me banorët e njësisë administrative Komsi. Në fjalën e tij, Bojni u shpreh se investimet të tjera do të bëhen në këtë njësi administrative, si në asfaltim rrugësh, ujëvaditës e të tjerë. Ne dim shumë mirë për sa i përket gjithë atyre investimet që janë bërë në Bashkinë MAT. Po edhe këtu në njësinë administrative Komsi, me shkollën, me ambulancën, me rrugët e asfaltit, në Frankë, në Midh, në Badër të Madhe, edhe gjithkund. Por punët nuk e marrin këtu. Ish kryetari i Bashkisë Agroni që sot është dhe deputet, ne e ka shtruar rrugën që ne të vazhdojmë në këtë ritëm, me këtë energji, që Bashkia MAT të mos dalë. Sot janë gati 100 projekte që kanë vazhduar, por kemi edhe 80 projekte tjera. Do vazhdojnë investimet në pjesën e
sistemimit të ujit pishëm Frankth edhe Muzhak. Do vazhdojmë me kanalin Vaditës Frankth-Batër. Gjithashtu do vazhdojmë dhe në fazën e dytë, se 41 km në gjithë territorin e Bashkisë Madhe janë asfaltuar, do vazhdojmë me 35 deri në 40 km, që do të thotë kur të vim në 2027 ne japim llogari këtu. Ne nuk do vim sot me thënë fjalë boshe, por ne do vim të japim llogari. Unë sot kërkoj një mbështetje pa ndasi politike. Në të majt, në të djathtë apo kushdo qoftë. Deputeti Agron Malaj tha se në 6 vitet e fundit të gjithë matjanët janë dëshmitari i transformimit të kësaj bashkie, e që kjo të vazhdojë, Malaj kërkoi votën për kandidatin e Partisë Socialiste Altin Bojni. Në 6 vite ju keni qenë dëshmitarë në transformimin, në investimet që ne kemi bërë. Në këto 6 vjetë ne kemi arritë bëjmë 23 projekte me një vlerë prej 8.5 milion euro. Në kopse, qerdhe, shkolla, infrastrukturë, gjithë përfshirëse. Ku kemi shkuat nuk kanë pas nevojë pikërisht arsini. Ku kemi shkuat nuk kanë pas nevojë fëmijët. Ku kemi bërë investime nuk kanë pas nevojë moshuarit. E me rrallë, sepse ne e kemi qartë misionin tonë, detyrën tonë. Në krahasim me ata që kanë të qartë vetëm një gjë. Të punësojmë, mojmë i rrogë si kryetar bashkie, mojmë ja 50 halla 50 daja një pa mesa, si që e këshim kryer para disa viteve, ti ta shpërbëjnë atë ndërmarrjen e bukur që ne kemi bërë sot në Makedoninë të Reja dhe në një organizim kapilar për gjithë Bashkinë e Madhit, ta kthejë dhe herë privat, ku për të bërë rrugë zavor du 30.000 lekë, për të bërë rrugë randu 100.000 lekë, dhe për ta kthyer i pasavurët për te. Takimin e parë thoshte nuk ka ujë Burreli, nuk ka ujë Dërjani. Po ku gënje, popullin gënjeti. Do të prish vendimet, cili vendim do prishni? Vendimin e kësaj shkolle të bukur, vendimin e rrugës Midhës, të Frankthit, të Batrës, Batrës Madhe, Batrës Vogël, të kujt? Çfarë vendimesh do prishni? Vendimin e një strukture të përgjegjshme të administratës bashkisë. Ja pra, këto janë. Ky është ai modeli me ndodhe kundër. Ndaj u bëj thirrje gjithëve. Me datë 9, votoni numri 1, votoni Altin Bojnin, votoni për familjet tuaja, për veten tuaj.